A mund të presëm apo të therim kurban për në Afrikë të më dhënë me që kurbanin, ju lutem. Allahu a pranoft kurbanat. Nga aspekti fetar nuk themi që është ndaluar kjo gjë. Normal të sadakata dhe veprat e mira, domethënë që me përfitu të tjerët, i jepet përparësi mas pari të afërmve tu apo vendit tënd. Por për hir të së vërtetës, për hir të Zotit, na mundi me mshef realitetin se lejohet edhe dikun tjetër përveç në vendin ton. Pastaj duan mas pari jepet përparësi vendit tënd, por për X arsye mund të jepet përparësi një vendi tjetër ndaj vendit tënd. Në rastin tash që ke bë pyetje në Afrikë, na themi mas pari duhesh mu vërtetu me u siguru se personat që janë të marrë me këtë çështje janë të sigurt. Jo me dalë domethënë mashtrues gënjeshtar edhe keq përdorues. Nëse shkon kurbani aty ku duhet, parimisht themi është e lejuar. Por mos u mashtroni shpesh me çmimet e lira, sepse kanë thonë çorba e lirë t'i djeg buzët. Nuk duhet tash as ta ludoj se ata vjedhen, ata si çojnë ku duhet, ata kështu, ata ashtu, jo, absolut. Sepse nuk duhet marr përgjegjësi që mas pari nuk kam informata rreth saj, edhe nuk më takon. Mbetet secili me e analizu vetë ose për me zburimeve të sigurta që ai posedon, a shkojnë kurbanë në vendin e duar apo jo. Nëse shkojnë, atëherë secili për vete. Unë parimisht i kisha dhënë përparësi vendit ku jetoj, por thash nuk mund të themi që është ndaluar edhe në një shtet tjetër.